Gjesti e shikon Jozin me një shikim të ashpër dhe, duke ngritur zërin, i thot, ti je një budalla i vërtet. Nuk kupton asgjë për situatën dhe vazhdon të sjellësh kaos gjithkund. E di që je lodhur dhe i mbytur në mendimet e tua, por kjo nuk të jep të drejtën të flasësh kështu për Eglin. Ai i afrohet Jozit duke e shikuar në sy dhe duke e bërë të ndjej peshën e fjalëve të tij. Egli është më shumë se sa ti mund të kuptosh. Ajo ka shumë për të ofruar dhe ti nuk ke as të drejtën të flasësh për të në këtë mënyrë. Jozit i vjen një nervozizëm i papërmbajtur, por ai nuk mund të shqiptojë një fjalë për momentin. Gjesti, i shojnë duart të ngritura dhe duke e ulur tonin e zërit, e mbyll debatin duke i thënë, më dëgjo tani, ti nuk do të flasësh më për Eglin, më mirë të qëndrosh larg saj dhe të mos i kërkosh asgjë. Gjesti nuk ndalet, duke vazhduar me fjalët e tij të forta dhe të sigurt. Mua nuk më intereson çfarë mendon ti për Eglin, por ajo është më e fortë se të gjithë ata që e vlerësojnë dhe përpiqen ta ulin. Ti je vetëm një njeri i lodhur, që nuk e kupton atë që ka vërtet vlerë. Jozit i bën efekt të fortë kjo mbrojtje që Gjesti i bën Eglit dhe në një mënyrë të heshtur ai largohet, duke lënë pas një ndjenjë tensioni dhe një farë turpi për mënyrën se si kishte reaguar deri tani. Gjesti, ndërkohë, ndjehet më i fuqishëm, pasi ka treguar se nuk ka frikë të mbrojë ato që i vlerëson, pavarësisht nga vështirësitë që mund të sjellin fjalët e tij.